pas mundësisë të tij që ta arrijë në këtë nivel, në këtë gjate. Por pyetja që shtrohet është se çfarë vjen pas muajit të begatit. Se si është jeta e një besimtari pasi ka të munduar në stil një muaj ka të rëndësishëm adhurimi. Çfarë ndjen besimtari pasi Ramazani ka përfunduar? Sigurisht Allahu na mëson Kur'anin famdar. Na flet për besimtarët ku thotë walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ata të cilët japin, thot Zoti i madhëruar, për asaj që ne i kemi dhënë. Dhe sërish zemrat e tyre janë të trembura, janë të drithëruara se ata do të kthehen tek Zoti i gjithësisë. Aisha radhiyallahu anha i tha o pejgamberi i Allahut, kush janë këta njerëz? A mos janë ata që janë neglizhent ndaj adhurimit të tyre, ata që bëjnë punë të këqija, ata që grabisin, ata që vjedhin pasuritë e njerëzve të tjerë? I tha la ya binti Siddiqa. Jo, o vajza e të sinqertit, e të drejtit, vajza e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, nuk janë këta. Janë ata që falen, ata që agjërojnë, ata që bëjnë vepra të mira dhe sërish friksohen se a janë pranuara veprat e tyre tek Zoti i gjithësisë apo jo. A ishte vepra jone pastër sa duhet? A ishte në ndjeshmërinë e duhur? A ishte e plotësuar sipas rregullave dhe